Eliona u afrua me hapa të lehtë, thuajse pa u dëgjuar, sikur edhe ajri të donte të ruante qetësinë e atij çasti. Dhoma ishte e mbushur me një heshtje të butë nate, atë heshtje që nuk të frikson, por të qetëson dhe të bën të ndihesh i sigurt. Klodi flinte i qetë, me frymëmarrje të rregullt, i çliruar nga lodhja e ditës. Në fytyrën e tij dukej një paqe e rrallë, ajo paqe që vjen vetëm kur njeriu ndihet i mbrojtur dhe i dashur. Eliona u ul pranë tij me kujdes, që të mos ia prishte gjumin. E pa për disa çaste, jo nga kurreshtja, por nga ajo ndjenje e thellë njerëzore që të shtyn të kujdesesh për tjetrin pa pritur asgjë në këmbim. Me një gjest të ngrohtë, e puthi lehtë, një puthje e pastër, plot dashuri dhe respekt. Nuk kishte asgjë të tepruar në atë veprim, vetëm sinqeritet dhe dëmshuri. Pastaj e shtrëngoi butë, jo për ta zgjuar, por për t'i dhënë ndjesinë se nuk ishte vetëm. Ishte ai përqafim që flet më shumë se fjalët, që thot jam këtu, kujdesem për ty, të dua si njeri. Me qetësi, ja rregulloi batanien dhe e mbuloi mirë, sikur të donte ta mbronte nga çdo ftohtësi e botës, jo vetëm nga ajo e natës. Para se të largohej, i përshpëriti ngadalë natën e mirë, edhe pse e dinte që ai nuk do ta dëgjonte. Por ndonjëherë fjalët nuk kanë nevojë të dëgjohen për të pasur kuptim, mjafton që të ndihen. Ai urim ishte një bekim i vogël, një dëshirë e sinqertë që gjumi i tij të ishte i qetë dhe mendimet e tij të mbushura me dritë. Ky gjest i Elionës ishte dëshmi e një dashurie pa djallëzi, pa interesa dhe pa maska. Ishte dashuri njerëzore, ajo që lind nga respekti, nga ndjenja e përgjegjësisë morale dhe nga zemra e pastër. Në një botë ku shpesh keq kuptohet fjala dashuri, veprime të tilla të kujtojnë se ajo mund të jetë e thjeshtë, e qetë dhe thellësisht e bukur, të kujdesesh për diçka që flet, të mos kërkosh vëmendje apo mirënjohje, por thjesht t'i dhurosh ngrohtësi. Është një akt fisnik. Është shenjë e dëmshurisë së vërtetë, e respektit për njeriu dhe për ndjenjat e